Deputetja e Shkodrës Gjenis Shela paraqiti në Komisionin Parlamentar për Turizmin, Kulturën dhe Diasporën projektligjin për ratifikimin e kontratës financiare mes Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të Investimeve në kuadër të projektit Porta e Alpeve. Sipas Shelës, marrëveshja parashikon një hap prej 50 milion eurosh, pjesë e një investimi total prej 100 milion eurosh që synon të mbështetë zhvillimin infrastrukturor dhe ekonomik, veçanërisht në zonat e veriut të vendit. Ajo e cilësoi këtë nisëm si një model të ri zhvillimi rajonal që shkon përtej ndërhyrjeve të thjeshta infrastrukturore. Ky projekt ligj ka në thelb miratimin e një marrëveshje financiare të rëndësishme përmes së cilës Republika e Shqipërisë përfiton një hua në vlerën 50 milion euro, si pjesë e një investimi total prej 100 milion eurosh. Ky financim përfaqëson një instrument konkret për zbatimin e politikave tona zhvillimore, veçanërisht në Shqipërinë e Veriut. Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i cilësisë së jetës së komuniteteve përmes zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, rritjes së aksesit territorial dhe modernizimit të infrastrukturës publike. Në këtë kuadër, projekti nuk është thjesht një ndërhyrje infrastrukturore, por një nismë e integruar që synon dhe krijon një model të ri zhvillimi ekonomik. Një nga elementët strategjik të këtij projekti është ndërtimi i një korridori të integruar zhvillimi që lidh Alpet shqiptare me Bregdetin Adriatik përmes Shkodrës, Liçenit dhe zonave turistike si Velipoja dhe Shëngjini. Ky korridor synon të rrisë ndjeshëm konektivitetin dhe të diversifikojë ofertën turistike duke e shtrirë atë përtej sezonit veror. Projekti përfshin disa komponentë thelbësor, rigjenerimin urban dhe përmirësimin e hapësirave publike, që do rrisin cilësinë e jetesës dhe funksionalitetin e qytetarëve, veçanërisht të Shkodrës, përmirësimin e konektivitetit përmes investimeve në infrastrukturën rrugore dhe lidhje territoriale, zhvillimin e mobilitetit të qëndrueshëm duke promovuar transportin publik dhe reduktimin e ndikimit mjedisor, krijimin e produkteve të reja turistike si shtigjet për biçikleta dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore. Një aspekt i rëndësishëm është edhe mbështetja teknike dhe institucionale, e cila garanton që projekti të zbatohet sipas standardeve të larta të Bankës Evropiane të Investimeve, duke siguruar transparencë, cilësi dhe qëndrueshmëri afatgjat. Nga pikpamja financiare, huaja parashikon një maturim 25 vjeçar dhe norma interesi të përshtatura sipas kushteve të tregut. Në përmbyllje të fjalës së saj, deputetja Çela nënvizoi se projekti është në përputhje me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian 2030 dhe garanton standarde të larta zbatimi.